Prefekti e Qarkut të Vlorës Evis Sallushi ka zhvilluar një takim koordinues në qytetin e Sarandës me drejtuesit e institucioneve lokale. Në qendër të takimit, analiza e masave të marra për parandalimin e emergjencave civile dhe rritja e gatishmërisë institucionale për përballimin në çdo situatë të papritur. Gatishmëria e strukturave vendore dhe koordinimi në kohë mes institucioneve u cilësuan si kyç për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe menaxhimin e rreziqeve dhe sigurinë e turistëve. Gjatë bashkëbisedimit u vu teksit e monitorimi i zonave kritike dhe artimi planeve konkrete të ndërhyrjes, veçanërisht tani që sezoni turistik rrit ngarkesën në infrastrukturën e Sarandës. Allushi kërkoi angazhim maksimal nga të gjithë drejtuesit e institucioneve për të siguruar një rrjet funksional dhe të shpejtë komunikimi, kryesisht tek parandalimi i emergjencave nga zjarri në Delvin dhe Sarandë. Sa po përfunduam në zyrën e nënprefektit të Sarandës një takim me të gjithë drejtuesit e institucioneve qendrore në nivel lokal për bashkinë Sarandë, Delvin, Finiq dhe Konispol. Në këtë takim kërkuam një angazhim maksimal nga ana e të gjithë drejtorëve në të gjitha fushat që ata mbulojnë për një shërbim sa më të mirë qytetar, një angazhim maksimal nga gjithë secili prej tyre, sepse gjithë së bashku ndodhemi këtu për të shërbyer qytetarëve, por akoma më tepër në këtë kohë të sezonit turistik, ku numri i atyre që ndodhen në Sarandë, por dhe në bashkitë e tjera shumë fishohet. Takimi sot i zhvilluar me të gjithë përfaqësuesit e emergjencave civile, si në nivel qendror ashtu dhe në nivel vendor, ka në fokus të saj pikërisht parandalimin e zjarreve në kohën nga muaji qershor deri në muajin gusht, kur fillon edhe rritet intensiteti i tyre. Duke qenë se viti 2025 ishte një vit në të cilin ne patëm zjarre të shtuara në të gjithë territorin e Qarkut të Vlorës, këtë vit të gjitha strukturat jemi të angazhuara maksimalisht për të marrë masat e nevojshme për parandalimin e këtyre zjarreve. Edhe nënprefekti Sarandës Kristaq Kiço foli për masat sensibilizuese dhe garantuese për sezonin veror, që tashmë ka arritur ngarkesën për shumë institucione publike. Sigurisht që përgjegjësinë kryesore dhe rolin kryesor në këtë drejtim e kanë stacionet zjarrfikse. Për të katërta bashkitë ka një bashkëpunim shumë të mirë në fakt në përballimin e këtyre situatave. Ne pikërisht atë do kërkojmë edhe sot, raportimin e të gjithë stacioneve zjarrfikës për gjendjen e mjeteve, por edhe të zjarrfikseve. Bashkëpunimi është shumë i mirë me pushtetin vendor dhe maksimal.